Duke filluar nga mbrëmja e datës 21 prill, të gjithë shqiptarët do të kenë mundësinë që të shohin drejt për drejt në televizionin Klan shortin e produktit Loto 6 nga 39 në orën 20:15 minuta. 100 milion lekë të vjetra presin fituesin e kategorisë së parë, por do të ketë çmime edhe për kategoritë e tjera. Edhe vetëm me 2 numra të përzgjedhur ju mund të jeni fitues. Qytetarët janë shumë të interesuar, gjendë me parë që kërkojnë fletpalosjen mbi rregullat e lojës, kushtet që duhet pjesëmarrja, mënyra se si plotësohet. Ka shumë mirë, ka pas një interes shumë të madh, edhe besoj që ka vërtet shumë. Unë e mora këtu uzus të lojës dhe do ta shikoj një herë dhe pastaj do provoj fatin. Pikat e shitjes gjenden në të gjithë Shqipërinë, qendra tregtare, supermarkete, dyqane të ndryshme. Kudo ku shihni logon e lotarisë kombëtare dhe logon e produktit Loto 6 nga 39. Keni ndonjë pikë të preferuar për të plotësuar këto skedat e Lotos apo? Jo, nuk kam, sepse kudo mund të fitosh. Të gjithë personat mbi 18 vjeç mund të bëhen pjesë e kësaj loje. Mjafton të luajnë Loto dhe të parashikojnë 6 numra nga 39 në njërin nga fushat e skedës. Me një skedë ju mund të luani deri në 12 parashikime. Plotësimi i numrave bëhet duke vendosur shenjën X brenda katrorit. Ka kufizim moshe për lojtarët që duhet marrin pjesë në këtë Loto? Pas diskutohet, nën moshën 18 vjeç nuk mund të luajë asnjë. Një nga kriteret e kësaj loje është edhe kufizimi i lojtarëve. Duhet të kesh mbushur moshën 18 vjeç që të marrësh pjesë në lojë. Skeda me parashikimet kalohet në terminalin elektronik dhe lojtari do të pajiset me biletën, e cila përmban numrat e parashikuar si dhe informacione mbi shortin në të cilin do të luhet. Vetëm bileta do të njihet si vërtetim për çmimin që lojtarët mund të kenë fituar. Prandaj, ruani biletën me kujdes. Hera parë që ka provoj. Nuk kisha dëgjuar domethënë për këtë llotarinë dhe thash ta provoj herë. Pas edhe ca numra këtu në ndër 10 thash. Mbas më dalin. Informacione për numrat fitues, vlerat dhe sasitë e çmimeve do të gjenden të publikuara në shtypin e shkruar, në pikat e shitjes dhe në internet. Lojra me përgjegjshmëri është parimi bazë i lotarisë kombëtare, pjesë e grupit Austrian Lotteries. Mosha minimale për pjesëmarrje në lojrat e lotarisë kombëtare është 18 vjeç.